Pazari politik vëmëro BDI tashmë u bë i qartë. Qytetarët e dinë se çfarë po ndodh, thonë nga LSDM-ja duke pretenduar se është zbuluar secila pjesë e skenarit të dakorduar. Sipas tyre, duke dashur të zhveshen nga vendimi skandalos për arrestin Shtëpiak, prokuroria ka rënuar Mickoskin. Вчера обвинителството соопшти дека МВР Јанаба дале проценка дека Груби не бил безбеден во шутка. Dje prokuroria njoftoi se Ministria e Punëve të Brendshme e Toshkovskit dhe ASK e Hristovskit kanë vlerësuar se Grubi nuk është i sigurt në Shutk dhe për këtë shkak kanë propozuar arrest Shtëpiak. Të njëjtën ditë doli drejtori i Shutkës duke përgënjeshtruar prokurorinë, duke pohuar se as Ministria e Punëve të Brendshme dhe as ASK nuk janë drejtuar as me shkrim dhe as me gojë për të kërkuar mendim për sigurinë. Si e ka marrë vendimin prokuroria? A ka konfirmim më të madh se gjithçka është e dakorduar dhe se gënjehet opinioni publik? Kundër përgjigjen nga BMRO DPMN-ja duke shtruar pyetjen nëse LSDM-ja druan nga dëshmia e Grubit dhe nëse mund të preken edhe ish funksionarët e lartë socialdemokrat. Откако со години замижува и го одобруваа милионскиот криминал на тогашниот прв вице-премиер Artan Grubi. Pasi me vite mbyllën sytë dhe miratuan krimin milionësh të Grubit, tani kur duhet të përballet me drejtsinë vehen në mbrojtjen e tij. Nënkryetaria e LSDM-s dhe ish ministrja Jovanka Trënçep ka lidhur me kallëzimin penal për Grubin, thotë se vendimet ishin kolektive dhe nëse dëshmohet faji duhet të gjithë të përgjigjen. A e mbron nënkryetaria e LSDM-s Grubin ose vullnetarisht paraqitet që me kolegët e saj të qeverisë së atëhershme të ulen bashkë me Grubin në bankën e të akuzuarve? Kanë reaguar edhe nga koalicioni Blen. Sipas tyre, Artan Grupi është kutia e zezë e BDI-s. Ai nuk është një ish funksionar i zakonshëm në arrest Shtëpiak, por njeriu që i di të gjitha hyrje daljet e sistemit që BDI e ka ndërtuar për vite me radhë. Arresti Shtëpiak nuk është lehtësim. Ai është shenjë se historia ka hyrë në fazën ku fjalët e BDI-s nuk vlen më, por faktet. Institucionet kanë filluar të gërmojnë të vërtetën që BDI për vite e ka varrosur, si është ndërtuar pushteti pas shpinës së qytetarëve dhe ku kanë përfunduar parat. Pikërisht për këtë, BDI sot është në panik. BDI vazhdon të insistojë që rasti i Grubit të mos politizohet, kurse gjyqësori ta bëjë punën në mënyrë të pavarur, bëjnë thirrje që të respektohet edhe prezumimi i papajësisë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë të ndjek me kujdes dhe të evidentojë çdo veprim apo sjellje që krijon klimë linçimi dhe pengon vendimmarrjen e pavarur dhe të paanshme të organeve të drejtësisë. Për këto zhvillime do të informohen dhe partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe misioni i OSBE-s në Shkup. Kanë reaguar edhe nga shoqata e prokurorëve publik duke bërë thirrje partive politike dhe funksionarëve që ta respektojnë parimin e ndarjes së pushtetit dhe të përmbahen nga retorika publike, me të cilën, siç thonë, cënohet pavarësia e prokurorëve publik në vendimmarrje. Në komunikat potencohet se ditëve të kaluara opinioni ishte dëshmitar, siç thonë, të deklaratave të papërgjeshme me të cilat politikanë të caktuar selektojnë prokuror publik dhe duke komentuar vendimet e prokurorisë pa u njoftuar me lëndën konkrete dhe dëshmit.